Liçeni i Fierzës, një burim i rëndësishëm për prodhimin e energjisë elektrike, pasuri natyrore me potencial të madh turistik dhe ekonomik për zonën e Kukësit, shumë i frekuentuar nga turistë vendase të huaj, është ndotur masivisht në sipërfaqen e ujit dhe përgjatë brigjeve. Fenomeni i ndotjes së shtuar në këtë liçen shfaqet kryesisht gjatë stinës së pranverës dhe vjeshtës, periudha me reshje intensive kur prurjet nga lumenjt Drini Bardh, Drini Zi dhe degëzimet e tyre sillin mbetje nga zona të ndryshme, brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Rritja e nivelit të ujit dhe erërat e forta ndikojnë mëtej në përhapjen e këtyre mbetjeve, duke i depozituar ato në brigje dhe duke krijuar vatra të ndryshme ndotjeje. E teksa jemi në prag të sezonit turistik, prej 2 ditësh ka nisur aksioni për pastrimin e liçenit të Fierzës, i cili është intensifikuar gjatë kësaj të shtune, si një ndërhyrje domosdoshme për të përballuar ndotjen. Krahas pastrimit mekanik në zonat ku janë grumbulluar sasi të konsiderueshme mbetjesh urbane, plastike dhe materialeve të tjera, teksti vendoset edhe tek ndërgjegjësimi i komuniteteve për të shmangur hedhjen e mbetjeve në lumenj, si dhe përmirësimi i sistemeve të menaxhimit të mbetjeve në të gjitha zonat që ndikojnë në këtë basen ujor. Kjo ndërhyrje është një hap i rëndësishëm për menaxhimin e situatës, por nuk është zgjidhje afatgjatë pa një bashkëpunim më të gjerë institucional dhe ndërkufitar.